Ka një problem. Shumë projektet infrastrukturës rrugore, që zonja Ariana po i pëson kurriz sot, me mirëmbajtjen, bëhen gabim që në projektim. Dhe këto ka qenë, për mendimin tim, një nga gafat më të mëdha, të paktën për rrugë të reja, që nuk janë bërë me tru, për mendimin tim profesional. Këtë e the me plot gojen. Me gabime të rënda teknike, të cilat po i pasojnë këta, të mirëmbajtje sot. Të vendosësh tabel ti 60 km/h në rrugë të kombit, që e quhen autostradë. Në fakt, nuk ka sens. Ne e kanë zi paketën, ose bëllë se bet për radar të këtyre. Por bi 60, jo, bi 60 në ka ndodhë aksidente shumë të rënda në atje. Unë nuk jam për të fluturuar. Është detyruar të vendoset tabela vetëm për të frenuar, sepse nuk të mban fizika në rrugë. Atje. Dhe unë e fillova nga projektimi. Ne po ham dynjan me unazën e madhe. Të lutem. Mos të hymë debatit, mos të hymë diskutimit të tuneli, si është situata e tuneli, elemente sigurisë. Qatë ju themi ne drejtuesve të mjeteve, ju lutem, kur vendoset radha 4 kilometra për të dalë të dalja, të lutem. Qatë i themi. Nuk dua shkputem nga tema, po me qenë sa me përmende se e kam kështu si pik në fakt në zemër. Kur del nga, po të marrësh pjesën e unazës madhe, dhe ti futesh në tunel dhe del drejt Durrësit, po themi. Dhe do të hysh në karburantin Krajat. Nga ana tjetër, ose shkosh drejt Thesës Kamzës, nga ana tjetër ti keni dalje që ty të vjen dhe ka një rrezikshmëri të lartë, sepse ky që vjen nga lart do hyj Majtas, unë që vi nga poshtë unë do shkoj Gjathas. Është një projektim, nuk e di inxhinieria, po i ka në kurriz. Kjo i ka në kurriz. Po dakor, po inxhinieria nuk ka lidhje me këtë situatë. Jo, si profesioniste, si profesioniste. Pra ne kërkojmë të ndihmën e ekspertave për auditimin. Është jashtë rregullave të sigurisë. Absolutisht. Më fal, do një shembull prap tjetër komplet tek ajo rruga e famshme e Qafë Floçës? Do të hysh nga Gështenjësi? Unë një herë kam bërë në zbritje në ardhe dhe nuk kam hyrë. Të lutem, sinjalistika për të hyrë dhe për të dalë aty, asë shmenduar, se për të zbatuar nuk është bërgjë. Po pretendojmë të mbarojnë këto problemet e tjera që ka. E kisha këtu, drejtuesve të mjeteve do të vazhdojmë të flasim. Ju lutem, zbatoni në 139 që në kushte atmosferike të ulni shpejtësinë. Ju lutem, merrni gomat e dimrit, zinxhirët dhe mbi të gjitha vëmendjen tuaj që kur të qarkulloni të keni kujdesin maksimal. Por këto probleme, kur do t'i zgjidhim? Se po ikin ditët, javët, muajt, vitet.